Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nuk do ta besonit, por buka e mistrit trajton sëmundjen e shekullit. Mistri gjithashtu është një burim i energjisë, sepse përmban vitaminat B të domosdoshme për njeriu. Në vendin tonë një përdorim të veçantë ka zënë buka e mistrit dhe gjithmonë është rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Rezultate më të mira jep nëse konsumohet me kos, i cili duhet të ketë sa më pak yndyrë. Ndonjëherë harrojmë se sa e teprojmë me konsumin e bukës. Njerëzit që janë intolerant ndaj glutenit ose vuajnë nga sëmundja celiake, por nuk janë të vetëdijshëm për këtë, shpesh ndihen të fryrë. Ato gjithashtu mund të kenë probleme për të shkuar në tualet sepse zorrat e tyre janë të bllokuara. Mund të mos jeni intolerant ndaj glutenit, por keni një ndjeshmëri të lartë kur konsumoni grur dhe drithra të tjera. Nuk është e këshillueshme që buka e blerë në dyqan të qëndrojë në frigorifer. Molekulat e nisë shtesë në bukë rikristalizohen shumë më shpejt në temperaturë të ftohtë dhe bën që buka të bajatet shumë më shpejt kur e vendosni në frigorifer. Buka e misrit ka vlera të mahniqme për shëndetin tuaj dhe ekspertët këshillojnë në përdorimin e saj. Nuk është e këshillueshme që bukën që sapo keni blerë, sidomos bukën e misrit, ta mbani në frigorifer. Misri mban konstant nivelin e kolesterolit në gjak, pasi ul ndjeshëm nivelin e yndyrnave. Ai luan një rol në prodhimin e energjisë trupore të njerëzit. Misri është një burim i vërtet i proteinave dhe i vitaminave. Në një studim të bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë, pas një trajtimi me produkte mistri si dhe ushqime të varfra në yndyrë, u arritën në rezultate mjaft të kënaqshme. Misri gjithashtu është një burim i mirë i energjisë sepse përmban vitaminën B të domosdoshme për njeriu. Në vendin tonë një përdorim të veçantë ka zënë buka e mistrit dhe gjithmonë është rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Rezultate më të mira jep kur konsumohet me kos, i cili duhet të jetë sa më me pak yndyrë. Ndonjëherë harrojmë se sa e teprojmë me konsumin e bukës. Nuk është e këshillueshme që buka të teprohet, por të konsumohet brenda normës së lejuar, në mënyrë që të merrni edhe përfitimet kryesore nga buka e mistrit. Mistri është një nga ushqimet me vlera shumë të larta ushqyese. Ai jo vetëm që siguron kaloritë që nevojiten në bazën ditore për një metabolizëm të shëndetshëm, por gjithashtu është një burim i pasur i vitaminës A, B, E dhe shumë mineraleve. Përmbajtja e tij e lartë e fibrave luan një rol të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve të tjera si kapsllëku, hemoroidet dhe problemet të zorrës së trashë. Antioksidantët që përmban veprojnë si agent antisëmundje që ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve të Alzheimerit. Ullëntimet tregojnë se misri është një burim shumë i mirë i lëndëve ushqyese thelbësore për shumë njerëz dhe për kafshët. Misri përdoret jo vetëm për konsumin e përditshëm, por ai mund të përdoret gjithashtu në përgatitjen e bukës ose edhe në ushqime të shijshme. Misri gjithashtu mund të jetë i pasur me bazën minerale të ushqyesve të domosdoshëm për trupin. Mistri përmban shumë mineralet që janë të dobishme për trupin, si tonelfikon. Fosfori, magnezi, mangani, zinku, hekuri dhe bakri gjenden në të gjitha varietetet e mistrit. Ai gjithashtu përmban sasi të vogël të mineralit të seleniumit, i cili është i vështirë për të gjetur në shumë dieta normale. Hani misër për të pasur sy të shëndetshëm. Degenerimi makular dhe katarakta janë shkaktarët kryesor të çrregullimeve vizuale më të zakonshme në botë dhe në verbëri, ndërkohë që infeksionet dhe pleqëria janë ndër shkaktarët kryesor të këtij problemi, edhe ushqimi mund të luajë një rol të rëndësishëm në shfaqjen e tyre. Karotenoidet si zeakanthina dhe luteina, të cilat janë antioksidantë të pranishëm të misri, kanë përfitime të rëndësishme për shëndetin e syve. Kokrat e misrit janë të pasur me vitaminën A, e cila është një vitaminë e rëndësishme për shëndetin e syve, me karotenoide që reduktojnë rrezikun e dëmtimit të shikimit. Misri është një burim shumë i mirë i energjisë. Falë të larta të karotenoideve që përmban dhe karbohidratet, misri është një burim i energjisë. Karbohidratet sigurojnë energji të nevojshme për funksionin e duhur të trupit dhe të mendjes. Ato janë gjithashtu të rëndësishme për të ruajtur shëndetin e trurit. Misri është një ushqim i konsumuar edhe nga atletët pasi jep shumë energji. Misri ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit të keq.
Sipas Journal of Nutrient Biochemistry, konsumi i misrit redukton kolesterolin e keq, duke frenuar përthithjen e kolesterolit në trup. Ky reduktim i kolesterolit të lipoproteinave me dëndësi të ulët përfshin reduktimin e sëmundjeve në zemër, parandalimin e arteriosklerozës dhe pastrimin e përgjithshëm të radikaleve të lira në trup. Misri ul rrezikun e hipertensionit. Misri përmban fitokimikate fenolike që rregullojnë presionin e gjakut dhe parandalojnë hipertensionin. Përveç kësaj, misri është i pasur me vitaminën B, e cila është e dobishme për funksionet optimale të gjendrave mbiveshkore. Lëkura dhe floku juaj do të jetë më i shëndetshëm. Meqense vitamina A dhe beta-karoten janë të gjendshme te misri, ai është i dobishëm për shëndetin e lëkurës. Gjithashtu, mbron lëkurën nga rrezet të dëmshme të diellit, palpërmbajtjes së lartë të vitaminës C. Vitamina E, një tjetër vitaminë e rëndësishme për shëndetin e lëkurës, gjithashtu e mban lëkurën më të shëndetshme. Është i dobishëm për shëndetin e flokëve për shkak të acideve yndyrore omega 3 dhe omega 6 që përmban. Misri i zgjerë ndihmon gjithashtu në parandalimin e problemit të radikaleve të lira në trup. Shumë studime kanë zbuluar se duke konsumuar një program ushqimor të pasur me antioksidant, ndihmoni edhe në parandalimin e komplikacioneve trupore. Për më tepër, ka shumë studime që tregojnë se antioksidantët luftojnë në qelizat e radikaleve të lira dhe parandalojnë dëmtimet oksidative në trup. Ullëntimet tregojnë se një misri i zgjerë përmban më shumë antioksidant se misri që nuk është i zgjerë. Misri përmban lëndë ushqyese miqësore për shëndetin e zemrës. Sipas ullëntimeve të Healthline, vaji i misrit ka efekte të mira në uljen e niveleve të kolesterolit dhe në këtë mënyrë redukton probleme të ndryshme kardiovaskulare. Përveç kësaj, konsumi i misrit gjithashtu përmban lëndë ushqyese të rëndësishme për zemrën për shkak të përmbajtjes së pastër së folatit dhe elementeve të tjerë. Misri është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga anemia. Sot, anemia është një sëmundje e madhe e cila shihet më së shumti për shkak të mungesës së vitaminës B12 dhe acidit folik në trup. Trupi ka nevojë për hekur dhe folat për të krijuar qelizat e reja të kuqe të gjakut. Këto substanca gjenden te misri, gjë që mund të parandalojnë aneminë. Nëse keni anemi, mund të zvogëloni efektet e sëmundjes duke konsumuar misër. Misri është i pasur me fibra. Misri përmban lëndë ushqyese që përdoren në dietë pasi plotëson 19% të fibrave të nevojshme për trupin gjatë gjithë ditës. Gjithashtu, konsumi i ushqimeve të pasura me fibër gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj. Misri ka një reputacion të përmirësuar si një ushqim i modifikuar gjenetik. Shtojeni këtë në dietën tuaj dhe gjithashtu do të përfitoni shumë prej vlerave të tyre, ku sipas Brightside do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni në organizmin tuaj nga konsumi i misrave të zgjerë. Misri është i ulët në kalori dhe do ju ngopë më shpejt. Një kallim misri në mallësi mesatare ka vetëm 77 kalori, por mos lejoni që të evitoni atë nga dieta juaj. Misri është një zgjidhje shumë e mirë edhe për diabetikët. Sipas qendrës për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve CDC, rreth 40% amerikanëve do të zhvillojnë diabetin e tipit 2 gjatë jetës së tyre, dhe njerëzit e moshës së mesme dhe të moshuarit janë më të rrezikuar. Ndërsa misri shpesh konsiderohet një ushqim diabetik, duhet të shmanget. Ullëntimet tregojnë se misri mund të ndikojë në kontrollin e sëmundjes. Misri ndihmon në parandalimin e problemit të syve. Studimet tregojnë se nivelet të larta të karotenoideve të misrit janë të lidhura fort me një rrezik të reduktuar të kataraktit dhe degenerimit makular. Një studim tregoi një ulje prej 43% të këtyre problemeve në mesin atyre pjesëmarrësish që konsumonin sasinë më të madhe të ushqimeve të pasur me karotenoide, ku përfshihet edhe misri. Misri do të përmirësojë gjithashtu shëndetin e zorrës së trash dhe shëndetin tuaj kardiovaskular. Ndaj, asesi nuk duhet të ndahet nga dieta juaj. Vëmendje, jo bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.